Adhurues të basketbollit, kthehemi me pamje në Shanin Ushi. Rezultati 44-37 pas pjesës së parë, një çerek I barabartë. Po thuaj niveluar I parë 18-17 për vllaznimin. E më pas në çerekun e dytë, duke I falenderuar shpërthimit, sidomos të tandemit të lojtarëve shtatlar Jules dhe Jackson. Natyrisht dhe Singletonit e Taylorit, lojtarëve fundor, dhe deri të shkëputja në rezultat maksimale prej 7 pikëve në fund të pjesës së parë, pas asaj serie prej 8-2. Është interesant të themi se pas pjesës së parë, gjatë pjesës së parë, I patëm 7 barazime dhe 11 ndrime të epërsisë tek vllazënimi dhe Bora. Sa I përket Borës, lojtarët më efikas, kemi 3 lojtarë me nga 9 pikë, janë ta Jules, Mekic dhe Jacksoni. Nga 6 I kanë Singleton dhe Taylor, 4 pikë I ka Zeshiri dhe 1 pikë I ka Rezart Mehmeti, ja, lojtarët më efikas. Mekic me 9 pikë, ka dhe 3 kërcime, 3 asistime. Jackson me 9 pikë, 7 kërcime dhe 2 asistime është MVP aktualisht I skuadrës Borës, lojtari më I dobishëm. Në përgjithësi, në anën tjetër, Joranej I mungojnë edhe 2 kërcime, apo shohim ka pranuar një goditje atje në vetull. Samir Zekiqi, cili nuk luajti 3 mujdit për vllaznimin për shkak të lëndimit të pulpës. Joranej me 10 pikë, 8 kërcime, më I miri tek vllaznimi, fillon pjesa e dytë. Sulmin e parë kanë Kuqezin të Jakovës, pick and roll atje. Qatë zonë atje, opa, ka faul nga Jetmir Zeqiri, I cili me njëherë pranon faulin. Reed I krijon vetës hapësirë, tenton, nuk realizon. Ronda Sylla tenton që ta vjedha top, megjithatë Jules ishte më I lartë në kërcim, ishte Mekic. Bukur atje deport. Opa, Colimerio. Kjo personalja e tretë e Colimerios. Lojtari I tretë me nga 3 personale të vllaznimi pas Jonis Malik dhe Atil Koshit. 8-3 në peshën e parë startuese. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Shaquan Julesin. Herën e parë I pasak. Në pjesën e parë ishte 6-5 nga vija gjuajtjeve të lira Jules. Herën e dytë e përmirëson për epërsin më të lartë prej 8 pikëve në këtë duel 37 me 45. Edhe një top I vjedhur nga Zeqiri. Singleton për mrekulli. Epërsia e parë 2 shifrore në këtë duel, top I vjedhur dhe asistim. Realizon Singleton, Reed, depërton, kosh faul. Ishte personale e Mehmetit.
nuk u vendos me kohë. Është interesant të themi se pas plot 3 minutave lojë, Bora realizon pikë, ka përfshirë fundin e çerekut të dytë dhe fillimin e këtij çereku. 39-47, Reed do të ketë edhe gjuajtjen e lirë, të cilën e realizon 11 pikë të Reedit, tash bëhet lojtari më efikas tek skuadra. Niko Qire për mrekulli, përgjigjet në anën tjetër Jetmir Zeqiri në mënyrë identike me kosh faul dhe pikërisht është Reedi ai i cili shkaktoi personale. Pas kosh faulit në sulm në anën tjetër u vonua në mbrojtje, iku atje Jetmiri, asistimi Mekiqit. Shënon edhe nga vija gjuajtjeve të lira për të rikthyer e përsim për 10 pikëve, shifra trumbullake 40-50, Dasyla e mbylli atje Mekiqit deportimin e tij, Rez Mehmeti ndihmoi 2 pjanët. Dasyla dhe Koshi nuk u kuptuan atje. Reed e kërkon Warikun, ka një teknike Markiz Warwick. Kolimerio bukur atje, ja të roj atje, kundër sulmi shpejt Mekiq, në anën tjetër për Singletonin, mbrojtje e mirë e Kolimerios i cili u kthye, edhe njerë Jetmir Zeqiri depërton, e blokon kësaj radhe Reedi, mirë, po Gjullës e përmirëson, edhe përsin më të lartë e realizon 40-52. Anën tjetër, Reed përgjigjet me treshe për 43-52. Patëm një seri prej 3-8 në start. E përsia më e lartë prej 12 pikëve. Mekiq për Gjullësin, opa, bukur atje, Kolimerio e blokon kundër sulmi shpejt në diagonale, ka Kolimerion te Dasyla, aksioni bukur më ka që nuk realizoj, mirë po, Ron Dasyla dalet me personale atje gjatë luftës me Singletonin. Joran e inkuadrot në loj, Kolimerio largohet. Për pak sa Mekiq nuk ja volli Dasylës. Reed edhe një herë tenton, edhe një treshe. 46-52. Dum Ziggy Reed me 2 treshe të një pasnjëshme e përgjysmon disavantazhin nga -12 në 6. Shpërthen Ziggy Reed. Është kjo pika e 15 e tij. Treshja e dytë nga 3 tentime, 17 pikë. Natyrisht me njerë Klokoqi kërkon time-out. Bukur ky asistimi i Adem Mekiqit. Shkjo asistimi 5 i tij. Dëshiron të ndërpren këto deportimet dhe kthimin e topit anash trajneri Klokoqi.
figura kryesore me 17 pikë. Tashmë Ziggy Reed, i cili afrohet asaj mesatarës me cilën luan në këto 3 xhirot e para prej 19 presje 3 pikëve. Bukur edhe një mbrojtje e mirë. E ndërpren këtë pasim Ziggy Reed, figura kryesore në këto 3 minutat e para të çerekut të tretë tek vllazimi dhe më i merituari për përgjysmimin e disavantazhit nga 12-6. Edhe një pressing tani i vllazimit. Foul në sulm nga Jules. Apo jo, Rez Mehmeti, pas ka shkaktuar personale. Kortaj Rezart Mehmeti po ankohet këtu se ishte i mbërthyer nga kapiteni Koshi dhe nuk është se nuk pat të drejtë. Po më pasi ato referet nuk e pan, po më pasi shtyu, dhe është e faul po ashtu, time out. Ka kërkuar Jeronimo Sharin. 9-8 në këtë çerek ishte një start i mirë, një seri prej 8-3 në fillim e skuadrës së Borës, e cila ngriti avantazhin në maksimum prej 12 pikëve, mirë, po pasuan 2 treshet e një pasnjëshme të trajnerit, të Ziggy Reedit. Njëherë të dyja rastet ishte Ronda Syla i cili asistoi. Në vërtet sonte Ronda Syla ka pasur bashkëpunime të shkëlqyeshme në pjesën e parë me Colly Marion, e tash në fillim të pjesës së dytë edhe me Ziggy Reedin. 5 asistimet të Dasylës, po e kryen rolin e tij për mrekulli. Pa dhe 2 kërcime. Koshi e kthen topin atje, Joranej u ngatrua, nuk ishte ky Rakim Bash edhe më i mençur dhe më i miri Joranej. Singleton. Bukur atje, Ziggy Reed ik në kundërsulm dhe e ngulit për mrekulli, e afron rezultatin në 4-8 me 52. Seri prej 8-0, të gjitha pikët e realizuara nga Reed në këto 4 minutat e para të çerekut. Me Kiçi, 2 fishot atje, pressing Jules. Ronda Syla shkaktuar personale, e pranon ato me njëherë Ronda Syla. Du të dy gjuajtje të lira për Julesin. Klokoqi atje, trajneri Klokoqi kërkon nga Jetmir Zeqiri që të koncentrohet në lojë, edhe një gabim atje. Top i vjedhur për mrekullin nga Ziggy Reed, është kjo pika e tij e 8 në serin prej 8-0, të gjitha pikët e tij, 2 treshet dhe ky top i vjedhur dhe depërtim. Ja, këto janë treshet e Ziggy Reedit, edhe ky top i vjedhur, e kundër sulmi i tij fantastik. Dy treshet, 2-3 pikshat e tij. Fenomenal, shpërtheu në fillim të çerekut të tretë, 19 pikë të Alos Ziggy Reed, i cili erdhi nga Austria, nga kampionati austriak. Kemi time out
të detyruar për shkak të asaj kacavarjes edhe një herë. Jules. Derisa po zgat kjo pauza dhurus të basketbollit, ty informoj se me të vërtet gjatë kësaj mesjave na pret një aktivitet fenomenal i basketbollit kosovar. Të martën do t'i kemi 2 ndeshje të skuadrave kosovare dhe kroate në mes njëra tjetrës, me fillim nga ora 19 në kuadër të FIBA Europe Cup, pra në Sezai Suroi. Bashkimi e pret Cibonën e famshme, 2 herë kampionën e Evropës, ish skuadrën e Amadeusit të basketbollit botror, Dražen Petrovići, të ndjerë shumë kujtime, shumë memorje. Natyrisht në kuadër të asisti online gjatë këtyre ditëve do të keni mundësi të lexoni shumë gjëra interesante lidhur me këtë duel, të shikoni dhe atë dokumentarin in memoriam për Dražen Petrovićin nga ora 19 në Prishtinë, Sigal Prishtina në kuadër të INBL-it e pret Dinamo Zagrebin. Pse është interesante kjo? Sepse Dinamo Zagrebi udhëheqet nga Damir Mullaomerovići, trajneri I cili bëri histori me Z Mobile Prishtinën 2019 duke u kualifikuar në top 16 FIBA Europe Cup, ku ishte eliminuar 8 e finales nga Varese, 5 herë kampionja e Evropës, skuadra e famshme italiane. Të mërkurën Trepqa e pret PAOK-u në minatori, skuadrën e cila aktualisht është e treta në kampionatin grek. Pra edhe një skuadrë e famshme evropiane, Trepqa PAOK-u të mërkurën nga ora 18:30, ndërsa KBFP-a, pra vajzat e PS 03, e presin në kuadrë të FIBA Europe Cup për femra skuadrën lituane Kibirkështis nga Vilniusi. Shumë basketbol gjatë mesjavës. Të gjitha këto ndeshje do të transmetohen direkt në Art Motion. Nga më tutje, pos gjatë pushimit duhet të vendoset atje edhe ajo mbrojtësja. Dhe tani Jules do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. E përsia nga 12 u afrua në vetëm 4, duke I falenderuar Zigiridit dhe aty me 8 pikëve eksprese të tij. Shpërtheu me 8 pikë për të realizuar totalin prej 19. Jules në vijën e gjuajtjeve të lira. Realizon herën e parë për 48-53. Kjo pika e 13 e Julesit, 9-7 nga vija gjuajtjeve të lira, shumë efikas
nga penalet të Jules. 10-8, 48 me 54, 14 pike, 6 kërcime nga Julesi, cili ka dhe një blokad. Warwick blokot atje nga Singleton, dueli 2-11-sheve, Kurtaj dhe Koshi tek Dasyla. Bukur atje Dasyla, tenton, nuk realizon, por ati Koshi, kapiteni, kërcen në sulm. Nuk është i lumtur me mosëmbylljen atje Klokoqi. Warwick tenton, nuk realizon, lufton Joranej, kthehet topi dhe Koshi e preki fundit. Luftojnë edhe Anej, edhe Atiku për këte top, mirë po. I fundit me top luan kapiteni i Kuqezinëve Tjakovës dhe dërgon jashtë. -6 për Kuqezinë. Edhe 5 minuta e 13 sekonda deri në fund. Mekić e pa bukur atje. Opala, prej një distance të lartë atje Singleton. Kundër sulmi shpejt, Warwick shkon deri në fund, bën slalom e kthen te Dasyla. Nuk zhuan Dasyla. Tenton dhe bukur atje Joranej nën tabel për 50 me 54. Mekiqi kërkon blok, e bën këte Jules, futet, dëpërton në brendi, por nuk po e pranon topin nga Mekiqi, cili vendos të shkon deri në fund. E tash asistim dhe ngulitje nga Jules. E ky aksion, po i shihni këtu, tandemin Taylor dhe Jackson, por shëndetet nga të dytë, sidomos nga Chandra Jackson. Reed deporton deri në fund, dalet me faul nga Olsi Kurtaj. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira Ziggy Reedi, i cili u ngrit nga banka rezerv për t'u bërë lider i skuadrës. Dërsa sonte lojtari kryesor i ekipit dhe lideri në pikë të realizuara me 23 presje, 5 pikë Marquise Warwick. Ka vetëm 6 pikë, me të vërtet katastrofal nga loja sonte Warwick, i jo fort i disponuar. Nga 8 tentime, vetëm 2 ka qelluar, 1 treshe dhe 1 dyshe, për dyshe 5-1, për treshe 3-1. Nga via gjuajtjeve të lira 2-1. I po fatmirësisht Ziggy Reed është i disponuar, 52 me 56, i realizon të 2 gjuajtjet e lira. 6-5 nga penalet. Mbrojtje e mire Ronda Sylës. Edhe njëherë e pat diskutabile, por si do qoftë Singleton atje, Taylor e lanson mirë, por nuk realizon. Mekiqi sa i radhe shkakton faul ndaj Dasylës. Betohet atje që nuk e ka prekur Mekić, tha do të shikosh në përsëritje kur të shikon këtë xhirim dhe do të shohësh se nuk e kam prekur. Sidoqoftë në vijnë gjuajtjeve të lira do të jetë Ronda Syla. 70% është efikas nga vija gjuajtjeve të lira Roni në këtë kampionat. Herën e parë sonte e huq. Herën e dytë është efikas, afron rezultatin në 53 me 56. Me këto 3 pikë të realizuara nga vija gjuajtjeve të lira, vllazënimi afrohet në vetëm 3 pikë. Për herë të parë nga minuti 18 dhe kundër sulmi shpejt tani për mrekulli atje Warwick, nuk gjuan për 3 pikë. Kujt atje? Referi Tuglari. Me të vërtet Marquise Warwick sonte jo shumë i disponuar
për loj, largohet Kurtaj, kthehet në loj Rezart Mehmeti. E pati rastin për të gjuajtur për treshe Warwick, nuk bëri depërtoj dhe në fund e humbi topin pas një pasimi jo fort mirë të menduar. Mekic, pranë ati koshit, dueli dy kapitenove. E foul në sulm atje nga Jackson, e shtyu atje Joran Hein. Tyson Jackson, Singleton do të rikthehet në loj. Largohet Mekici. Kapiteni sonte 9.6 kërcime. Nuk është në formën e tij të zakonshme. Warwick pranti Singleton është duke luajtur pressing tani Klokoqi, i vetmuar koshi, shkon deri te Joranei, i cili përbirohet edhe një herë dhe e afron rezultatin maksimalisht. 55 me 56, edhe 2.36 deri në fund të çerekut të tretë nga 12 pike përsi të Borës. Të shohim. Ati Koshi pas ka shkaktuar personale, është kjo personalja e 4 e kapitenit. Të shohim. Unë me të vërtet nuk po e kuptoj këtë. Një faul diskutabil. Edhe Jeronimo Sharin atje diskuton me referen. 55 me 56, sidoqoftë dy gjuajtje të lira do të jenë për Tyson Jacksonin. Reagon atje Eldin Uglari, kërkon që të ndërpriten ofendim. Për shkak të ofendimeve, Eldin Uglari e drejtën e fundit para shprazjes së sallës. Herën e parë i sakt nga vija gjuajtjeve të lira Jackson. 55 me 57. Të dy skuadrat kanë plotësuar bonusin. Shpika e 10, Joranei, bukur atje kërcen dhe është ky tashmë double i Joranei. Ufa, faulli Deshaun Taylorit, ai Reedit. Dy gjuajtje të lira do të jenë edhe për Ziggy Reedin. Të shohim Da Syla. Është ndeshur me shpinë atje. Edhe një kjo dhem. Në knockdown është atje Ziggy Reed. Pazjet e 5 me 57. Ziggy Reed është çdo gjë në rregull me të 21 pikë të tij, 6-5 është nga vija gjuajtjeve të lira. Taylor ka shkaktuar personalin e tij të dytë.
E tani është ndezur edhe salla. Njëmi tifoz prezent, 1100 tifoz prezent. Janë ndezur 56 me 57 dhe barazon rezultatin në 57 me 57. Ziggy Reed, 23 pikë të tij. Është ky barazimi i 8 i rezultatit sonte. 11 ndrime të epërsis. Singleton, pick and roll me Jacksonin, i cili depërton derën në fund. Pengohet nga Anej. Sulmiri atje. Lufton atje Jackson. E ndalët me personalin nga Anej. Është kjo personalja e dytë e Anejt. O 10 pikë të Tyson Jacksonit. Alu Qendra, cili ka dhe 7 kërcime. 4-2 nga vija gjuajtjeve të lira është Tyson Jackson, 50% efikas, herën e pare huq. Mbetët rezultati 57 me 57. Më pak se 2 minuta loj, deri në fund të duelit mes dy skuadrave që edhe më tej nuk din për humbje për fitorin në këtë edicion. Ka mbetur edhe 11 minuta 54 sekonda deri në fund të dilemës se cila nga këto dy skuadra do t'ja bëj sefte. Dhe Ronda Sylla realizon për 59 me 58. Erik Fene përsim pas plot 11 minutave loj. Është ky ndryshimi 12 i rezultatit. Edhe një top i vjedhur atje, luftojnë për top Joni Ismaili. Eller tenton për 3 pik, nuk arrin Singleton. E faulli lojtarit me numër 3 Joni Ismailit. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Singletonin. 59 me 58. Barazohet rezultati në 59 me 59. Shko hera 9 që barazohet rezultati. Dhe hera e 13 që ndronon. 59 me 60. 1 minutë e 17 derë në fund Ismaili me Anejn. Opa, gabojnë atje Warwick dhe Anej. Topi humburi, ky shkruhet Anejt. Është ky topi treti humburi ti. Ka double tashmë Qendra e vllazimit, 14 pike 10 kërcime, shfaqe mirë e ti. Ufa! Ja teron mirë, po e përmirëson atje Jackson. Për 59 me 62, Warwick për Syllën. Edhe një topi humbur kësaj radhe nga Warwicku, i indisponuar për lojë sonte, definitivisht kërkaheq nuk është sonte Marquis Warwick. Topi treti humbur i tij. Taylor, pick and roll me Jacksonin. Anej ka dalë atje jashtë për me ndihmu. Tenton Zeqiri, drejtë në duart të Ronda Syllës, airball i Jetmirit. Marquis Warwick me treshe e përmirëson për shtypjen e tij. Për 62 me 62 me treshen e tij, barazimi 10 i rezultatit. Sulmi funit për Singletonin. 9 pikë të Warwickut, treshja e dytë e tij. Jackson shkon për pick and roll me Singletonin. Jackson në fund, Singleton asiston dhe Jackson realizon për shkuar në pushim mes të dy qerekove. 62 me 64.
Definitivisht një çerek fantastik i vllazimit. 25-20 në këtë çerek për vllaznimin, i cili minusim prej 12 pikëve e riktheu në epërsi minimale prej 59 me 58. Kishim një seri prej 19 me 6 nga ai maksimumi prej 12 pikëve e përsit Borës, kur ishte 14 me 52. Minutin e 22 të takimit. Megjithatë, pra duhet të potencuar patjetër shpërthimin e Ziggy Reedit, i cili në pjesën e parë pati 9 pikë të realizuara, ndërsa në këtë çerek 14 pikë nga Ziggy Reed, fenomenal. Nga vija gjuajtjeve të lira 8-7, për treshe 3-2, për dyshe 8-5. Fantastik ishte Ziggy Reed, e pati edhe ndihmën e Joranejt, që tashmë me double-double është lojtari kryesor në parket, 14 pike. 10 kërcime në anën tjetër tek Bora. Jules është më i dalluari me 16 pike, 6 kërcime. Jackson, në fakt Jackson është ai i cili është më i miri, m'falni, me 2 shifror të 2 fysh prej 15 pikëve e 10 kërcimeve. Jules 16 pike, 6 kërcime, ndërsa patjetër duhet përmendur edhe me Kishin. Të shohim 10 minutat vendimtare. Kush do ta shënoj fitoren e parë, tenton atje. Faulli kujt është? Anejt apo Jacksonit? Do t'jetë faulli Joranejt, sipas gjitha gjasave. Lojtari me numër 10 Joranej, po vendimi drejt, sepse e shtyu Jacksonin u pa qartë. Taylor kërkon që të hapet atje korridori, mos të futet Jackson. Rez Mehmeti tenton për 3 pikë. Heshti dhe në fund bombardoi për treshe për 62 me 67. Rezart Mehmeti, është kjo pika e 4 për herë të parë nga loja. Realizon Rez Mehmeti, përgjigjet Ronda Sylla. Treshe për treshe, 65 me 67. Asnjëra prej skuadrave nuk po lëshon pe, nuk ka dorëzim deri në fund për fitoren e parë në këtë edicion. Vllazimi apo Bora, e cila ka 2 pike përsi. Taylor. Joranej për mrekulli atje, e blokon. Joni Smani të top e fiton Ziggy Reed për Joranej. Kthehet Jackson. Joranej, fantastik. Pas blokadës, pika e 16 e ti, blokada e 2, barazon rezultatin në 67 me 67, hera 11 që barazohet rezultati. Jackson deporton dhe Ziggy Reed teknike për shkak të simulimit. (67 me 69) do të kemi edhe një gjuajtje të lirë për shkak të
sipas referit Uglari, simulimit Zigi Ridit, i cili të shkot me teknike. Është kjo personalja e dytë e ti, ka tashmë një teknike, edhe Warwick ka një teknike. Rezultati 67 me 70. Kosh faul. Ismaili. Presingi Rez Mehmetit. Bukur i shmangët presingut. Warwick atje dalët pak për t'ju shmangur blokadës Jacksonit. 69 me 70. Me mishe me shpirt po luftojnë të dyja skuadrat për fitore. Singleton drejt dhe në duart të Ronda Sylës. Luftojnë atje Joranej dhe Jules, si duke të shlënduar Jules. Ka gjakdere nga hunda, duke kapur hundën Jules. Adem Mekic do të rikthehet edhe njerë. Singleton drejt dhe në duart të Dasylës. Luftojnë atje Anej dhe Jules. 8 luftarak Joranej. Sonte personale nga Adem Mekici. Personalja e tretë e Adem Mekicit. Dasyla. Bukur për Warwickun, i cili depërton deri në fund. Dhe e rikthe rezultatin në 71 me 70 për herë të 15 ndron e përsia anë. Përsëri e përsi për vllaznimin. E kërkon topin Rez Mehmeti, ishte i vetmuar atje, nuk e pa me kohë Mekici. Mbrojtje zonale, edhe 3 sekonda. Mekici tenton, nuk realizon, me kërcim Jon Ismaili, kundër sulmi shpejt. E pret Ronda Syla, topin e kthen atje. Kërkon blok Ismaili nga Anej. Reed, pick and roll, po për mrekullin nga ana e kundërt e tabelës atje. Marquis Warwick, shënimi do t'i pranohet pasi që është prekur atje tabela me duar. 73 me 70. Edhe njerë të shofim. Përsëri Jules, në fakt ishte ai cili e preku. Dasyla, personale e Ronit. Loja mirë e Ronit sonte, është kjo personale ti e tret. 9 pike, 6 asistime, me të vërtet ka shpërndat topa sonte në qastet shumë të rëndësishme. Mekic dhe Jateron kundër sulmi shpejt. Ronda Syla deri në fund. Fantastik, 75 me 70. I është zakonshëm. Pra tani pas asaj e përsie prej 67 me 70, e kemi një seri prej 8 me 0 të vllaznimit, i cili kalon përsërinë e përsi prej plus 5, 75 me 70, 3 sulme të huqura. Ja pra, Rinia dhe Pleshnia me një vend, nipi me gjyshin për të përkrahur skuadrën e tyre. A ka gjë më të bukur? Fantastik ishte këtu Joranej, i arzakonshëm sonte. 16 pik, 10 kërcime dhe 3 blokada nga Joranej. Sa i përket liderit të skuadra vllaznimit, është ky Zigi Rid, i cili thash shpërtheu me ato 14 pikët e tij gjatë çerekut tret. Fenomenal dhe më i merituari për shkrirjen e rezultatit nga minus 12, madje kishte kaluar në përsi minimale prej 59 me 58 vllaznimi. Çfarë loje? 11 barazime,
dhe 15 herë e Përsia ka ndruar anë sonte të jashtëzakonshëm. Të dyja skuadrat po luftojnë me mishe, me shpirt për të shënuar fitoren e parë në këtë edicion të Pro Credit Superligës. Të dyja skuadrat nga 3 humbje në start. Vllaznimi psoi thellë 106-69 nga Bashkimi, 155 nga Trepça javën e kaluar për pak. Psoi Tisot në Suarek 84-82, ndërsa Bora shumë ngusht ndaj Go Plus PS në udhëheqjen e Klokoqit pas shkarkimit të Minçevit. Tenton për 3 pikë Mekić dhe faul është i lojtarit me numër 15, Tyson Jackson. Faul në sulm. Personalja e 4 e Jacksonit e ull dhe e pushon trajneri Klokoqi. 6 minutat e fundit, 5 pike përsi për vllaznimin. Singleton pran Warwickut. Reed për ball e ka Jetmirin. Joranej shkon për blok. Pick and roll. Warwick vetet me top në dorë, përsëri me pasime jo të sigurta. Reed tenton airballi i tij. Kërkon atje Ronda Syla dhe Spotify. Me të vërtet ishte i vetmuar atje, nuk po e shohin në krahun e djathtë. E kërkoj topin Roni, nuk e pan sidoqoftë Warwick. Me të vërtet sonte faul i kujt. Joni Ismaili shumë nervoz, me të vërtet faula shumë të lehtë po i referon jelmoshave të ri kosovar. Ishte një situatë diskutabile. Reed largohet për të pushu në loj Kollimerio, i cili ka pashtu 3 personale. Ismaili pra lojtari parë me 5 gabime që largohet nga loja. Singleton deporton. Joranej atje sa lartë shkoj, edhe një kërcim i tij fantastik është Joranej. Kërcimi i tij 11. Opala! Marquis Warwick shumë fat. 17 pikë të tij për 7 pike përsi. Kosh faul, vazhdon seria e sukseshme 10-0. Realizon 11-0 seri. Rezultati 78 pike përsi. E përsia më e lartë e vllaznimit, edhe një top i vjedhur nga Joranej. Më pak se 5 minuta loj, 8 pike përsi për vllaznimin. Kollimerio pranti është Jetmiri. Mekić e ndjek atje në hap Marquizin. Faul është ky Singletonit. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Ronda Syla 11 pike, 6 asistime, me të vërtet e katalizoi lojën e vllaznimit të Roni. Fauli Singletonit. Është kjo personalja e 4 e tij. Të dyja skuadrat kanë plotësuar bonusin. Në vijnë e gjuajtjeve të lira do të jetë. Ja dorë trokitje për Joranej. E ka meritu edhe pushimin, 16 pik, 11 kërcime, 2 topa të vjedhur dhe 3 blokada. Roni realizon tentimin e tij të parë, 12 pik të tij për 79 me 70 përsia më e lartë
e Vllaznemit. Në minutin e 35. Edhe të dytën e realizon për 80-70. E përsia e parë dy shifrore e Vllaznemit. Në këtë duel maksimumin e pati Bora plus 12. Singleton depërton derën në fund. Nuk ka shënim. Ai lufton atje Zigiri kundër sulmi shpejt. Marquez dalet në mënyrë të palejuar nga Rezart Mehmeti. Time out ka kërkuar Lori Klokoqi. Çka ndodhi, pse ndalën time outin atje Eldin Uglari dhe tha lojtarëve që të ndalin në fush. A ishte faul jo sportiv. Do të rishikohet situata nëse ishte faul jo sportiv apo jo. Pra pas rishikimit të situatës, pasi nuk është faul jo sportiv, ka të drejtë që Lori Klokoqi, trajneri Borës, kërkoi time out me rregullat të reja. Në rast faulit jo sportiv, s'ka më faul me qëllim, po faulit jo sportiv, atëherë skuadrat nuk kanë të drejtë të kërkojnë time out. Nuk ishte faul jo sportiv pas rishikimit të situatës. 10 pikë e përsit, 10 me 70 edhe 4 minuta 21 sekunda deri në fund të duelit të dy skuadrave, të cilat pra sonte po e zhvillojnë betejën për fitoren e parë në këtë kampionat. Të dyat kanë startuar me nga 3 humbje, vazhdimisht po e potencojmë. Njëra prej këtyre skuadrave pra sonte do t'ja bëj sefte fitores, tjetra do të vazhdoj të thelloj krizën me disfatin e 4. Shumë ndeshje interesante në përmbyllje të xhiros së 4. Minutin e 22 pati 12 pike përsi skuadra e Borës, 40 me 52. Mirë po pas një serie fenomenale prej 19 me 6, Vllaznemi në fund të çerekut të 3 dhe atë duke i falenderuar Zigiridit, fantastik, sidomos aty me 8 pikëve të tij të një pas njësh me 2 tresheve dhe topit të vjedhur dhe kundër sulmit. Vllaznemi arriti që të rikthehen e përsin minimalisht 59 me 58, ndërsa tani pas kësaj serie prej 11 me 0, të shohim nëse do të thellohet, ka e përsin maksimale, po 81 me 70 realizon pikën e tij të 19 Marquez Warwick. Ishte katastrofal në 25 minutat e para dhe tani pika e 20 e tij për e përsin maksimale prej plus 12. Aco e pati Bora, tani e përsi maksimale edhe e Niko Qirit Vllaznemit. 4 minuta e 8 sekonda deri në fund të duelit. Rez Mehmeti thot largohu atje Gjullësit, luan 1 me 1, depërton deri në fund, nuk realizon rit, më i miri. Nuk ngutët atje, Zigiri do t'i ketë 2 gjuajtje të lira.
Jetmir Zeqiri shkakton personalja e tij e dytë. Tet 7 është nga vija gjuajtjeve të lira, lojtari më i mirë në parket. Ziggy Reed, 24 pikë të tij, 9-8 nga vija gjuajtjeve të lira për e përsin më të lartë deri tash plus 13. Edhe herën e dytë realizon 6 gjuajtje të lira rresht të realizuara nga lojtarët e vllazimit. Dasyla, Warwick dhe Ziggy Reed 6-6 në këto minutat e fundit për e përsin maksimale prej plus 14. Ati Koshi e pret Dasylën, tenton Aroni për 3 pikë, nuk realizon, por saj shpejto shkon dhe e merr këtë top. Kërcen e vjedh topin. Ska top të humbur për Aron Dasylën sonte. Reed depërton deri në fund, nuk realizon dhe Koshi. Do të numrohet 86-70. Edhe 2 pikë nga Ziggy Reed. Jules është kjo hera e tretë sonte që Jules po e bën të njëjtën gjë. Largohet Kollimerio, Joranej inkuadrohet në lojë, plus 16 e përsia maksimale e Niko Qirit. Mekic luan 1-1 pran Joranejt, lëvizje mashtruese Mekicit, edhe më tej ska pik, mirë po e vjedh topin Taylor, Rez Mehmeti tenton dhe shënimi, besoni apo jo, pas plot 5 minutave loj, shënimi i pari i Borës. Pra, çfarë serie fenomenale e vllazimit. Pra nga 8 minuta para se të përfundon të ndeshje, ishte në minus prej 3 pikëve. 67-70 ishte rezultati dhe bëri një seri prej 19-0. Skuadra Niko Qire, Kuqezin të Gjakovës tenton atje, nuk realizon. Joranej shpejt për Ronda Sylën, depërtimi Ronit, i cili shënon për 88-73. 2 minutat e fundit, Mekic depërton deri në fund dhe mbi anin shënon 88-75. E tani kjo i konvenon, kjo loj run and gun i konvenon skuadrës së Borës, andaj Warwick vendos të ndalet për shkurt, tenton, nuk realizon, por Joranej lufton topin, kërcen, shkaktoi faul jo sportiv. Time out ka kërkuar Jeroni Moshari, natyrisht po e vren që skuadra e tij pasi mori krahët pas asaj serie prej 19-0. Edhe njerë po e them, ishte 8 minuta para se të përfundonte ndeshja. Rezultati ishte 67-70 në favor të skuadrës së Borës. Pas atij barazimit të rezultati 67-70 erdhi deri te një seri fenomenale prej 19-0. 86-70 ishte e përsia më e lartë për 5 minuta, pra skuadra e vllazimit ishte e pandashme gjatë kësaj periudhe. Shpërtheu fundori Warwick. Po e shihni deportimet e tij. Definitivisht tandemi, në fakt lirish mund të themi,
Ronda Sylla dhe Marquise Warwick. Gjatë kësaj serie prej 19-0. Warwick i realizoi 11 pikë. Ja dhe kontributi i Ronit në vijën e gjojtjeve të lira. Do të jetë Taylor, Deshaun Taylor realizon. Është foul jo sportiv nga Ron Aney, një prej figurave kryesore tek vllazëmi, 16 pikë, 12 kërcime, 2 topa të vjedhur dhe 2 blokada, një blokadë i është hequr. Aney, fenomenal, Colimerio po buzëqesh, 27 pikë nga Reed, 20 pikë nga Warwick, cili ka dhe 4 asistime, 4 kërcime, me të vërtet kontribut fantastik, tentim për 3 pikë, nuk ka shënim, më i larti në kërcime atje pikërisht Warwick. Ronda Sylla për Warwickun, 1 minutë e 33 deri në fund, 88 me 77 rezultati. Dhe Jora Aney me këtë ngulitje për 90 me 77. Tentim për 3 pikë, edhe një kërcimi Ronit, i shmangët atje Warwick. Opa, gabon në pasim. Nuk arrin që ta kap këtë top Atiku. 1 minutë e 13 deri në fund, Singleton do të kthehet në lojë. Largohet nga loja me Kiçi. Asistim fantastik i Ziggy Reedit për Jora Aney, 18 pikë, 12 kërcime të tij. Ziggy Reed dhe ai kanë tashmë indeksin identik prej plus 27. Tenton për 3 pikë atje Singleton. 90 me 77 dhe adhurues të basketbollit, vështirë se Bora deri në fund mund të bëjë diç më tepër. Ja tani edhe Jora Aney, i cili depërton deri në fund, tenton, duhet të ketë kujdes pasi ka një jo sportive. Fauli Reedit. Është kjo personalja e tretë e Ziggy Reedit. Colimerio do të inkuadrohet në lojë në vend të Jora Aney, me cilin po bisedon atje butësisht dhe po ja shpjegon trajneri Jeronimo Sharin. Duhet të ketë kujdes në fund, nuk ka nevojë që të reagoj, sepse do të ndërshkojë me teknike. 8 pikë, 3 kërcime, 3 asistime nga Taylor deri tash, pika e tij e 9 për të zbutur dizavantazhin në 90 me 78. Me 79 da Sylla e humb këtë top Singleton kundër sulmi shpejt. Olsi Kurtaj për Singletonin, i cili tenton lanson treshën, nuk e qëllon, edhe një kërcim i Ziggy Reedit, i katërti me 27 pikët e tij, nuk ngutët Ziggy Reed, i ka tje në përfush natyrisht dhe fauli Jetmir Zeqirit. Me të vërtet një shfaqje fenomenale e treshës amerikane. Pa dyshim shpërthimi Ziggy Reedit në qerekun e tretë me 14 pikë të tij, 27 në total deri tash. E huq 10-9 ishte nga vija gjuajtjeve të lira Reed deri tash, 90% e efikasitetit, në fund e lëshoj pa koncentrimi. Warwick shpërtheu në qerekun e fundit, 20 pikë, 5 kërcime dhe 4 asistime. Jora Aney fenomenal me double-double, 18 pikë, 12 kërcime dhe pa tjetër duhet përmendur Ronda Sylla me 15 pikë, 6 asistime dhe 4 kërcime.
këtu çdo gjë merr fund adhurues të basketbollit. 91-79. Dhe tentim shënim i Taylorit për 91-81. Përmbyllet rezultati, fitoria e parë e vllazënimit në këtë edicion. Dhe Bora përkundër plus 12 pikë e përsidhe një ritmi të mirë deri në fillim të çerekut të tretë, e lëshoi avantazhin dhe në fund pse edhe disfatën e 4. Shumë shpejt do të jemi me trajnerët e dyja skuadrave. Lorik edhe një ndeshje e mirë, mas asaj me PS me vllazënimin, diku deri në minutën e 28-24 ishin në lojë, pa të tritën të mirë e përsim për 12 pikëve, mirë po e humbët, ke një seri prej 19-0 në fund e skuadrës së vllazënimit. Çka vendosi sonte? Çereku i 4, kena udhëheq 3 çereka, smujtë me majt atë energjinë që tregu mbrojtje, na tha lojtarët u lëdhe, nuk e di, po çereku i 4 edhe ju i dham gjyqet lira shumë, edhe pas break ata shënu shumë, kështu që nuk arritëm mu këthi mbrojtje edhe çereku i 4 ke vetimtar. Çka po i mungon Borës? Një lider. Lider. Një lider. Në aspektin e playmakerit apo? Një lojtar që është lider, fush. Faleminderit. E ndëgjuat trajnerin Lorik Klokoqin, i cili me lirisht mund të themi me shumë sukses e ka zavendësuar Minçevin përkundër disfatave. Tani pran e kam edhe trajnerin Jeronimo Sharin. Coach, after 3 losses, first win of the season, you were 12 points behind, but then you had two fantastic series, especially the last one in the fourth quarter. What decided the game tonight? It's a simple answer. These people and this gym and support what people of Gjakova give to Vllaznimi just give us like extra energy, extra motivation. Last year I think I didn't lose any game at home. I hope it's going to be the same thing like this season also. The team find extra energy. They were a little bit smarter. Second half we still got new team, a lot of mistake offensively, defensively, but let's say the first win is always the hardest, and I wish all the best to Bora, and hopefully we're going to continue like this. Thank you very much. Thank you. Pra, ajo që tha trajneri Jeronimo Sharin e pyeta, ishin startuan patën 12 pikë minus, megjithatë arritën, pra është fitoria e parë pas 3 disfatave të psuara si vjet, kishin minus prej 12 pikëve, mirë po në fund arritën pra që ta fitojnë, sidomos duke falenderuar asaj seris prej 19-0 në çerekun e fundit. Ajo që tha trajneri Jeronimo Sharin, tha pa tjetër, tha se është atmosfera dhe kjo palestër ajo që jep ekstra motiv lojtarëve të tij, të cilët kanë treguar pra vullnet dhe shpirt për të luftuar. Tha, nëse nuk gaboj, tha, edicion e kaluar nuk e kam humbur asnjë ndeshje në shtëpi dhe shpresoj që të jetë kështu edhe si vjet. Tha, kemi pasur pra në pjesën e dytë, kemi luajtur shumë të angazhuar, kemi qenë shumë agresiv,
kemi luajtur më mençur dhe shpresoj që kështu edhe të vazhdojmë. Tha edhe ju uroj shumë fat edhe skuadrës së Borës, adhurues të basketbollit. Me këtë ndeshje faktikisht po e përmbyllim edhe xhiron e 4, ndërsa gjatë mesjavës, pra e thash, na pret një mesjavë fantastike basketbollistike, skuadrat tona në arenën ndërkombëtare. Të martën nga ora 19, 2 duele Sigar Prishtina në IMBL në Prishtinë pret Dinamon e Zagrebit, e udhëhequr nga Damir Mullaomerovic, ndërsa Bashkimi skuadrën legjendare Cibonën e Zagrebit, dyer kampionën e Evropës, skuadrën e Dražen Petrovicit, të mërkurën Trepça, skuadrën e famshme greke PAOK-un dhe Peja 0-3 në FIBA Eurocup për femra do të pret skuadrën e Vilnusit. Nga Una Gonfemiu dhe ekipi realizuesi Oksigenit, kaq për sonte, ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me Art Motion.